Ky vaksinimi nuk e përballon dot sepse janë dy shkendije të cilat nëse brenda 24 orëve rejsi merr vaksinën dhe këtë e kap epilepsia dhe vaksina është me pertus që ka goditje, këtë ose mund ta penalizojnë për gjithë jetën ose mund ta lejnë me gjymtyr ose mund të dëmtojnë shëndetin e tij. Pa nuk ka në zgjidhje për shkollë që të bëhet në mësim privat adekuat vetëm për këta, nuk e parashe ligji atë puna? E kam kërku këte në Ministrinë Arsimore në Shqipëri, në Tiranë, pikërisht, i kam kërku që të vi një mësues ndihmës në shtëpi, ne si prindër i ofrojmë kushtet pjesës mësuesit kujdestar për 1 orë ose 2 orë për arsimin që do japi për të mësuar ABC-n rejsi që të di të lexoj, të shkruaj për veten e tij, se ne nuk e dim se sa zgjat ajo sëmundje. E pikërisht unë bëj thirrje dhe jap një mesazh nga emisioni juaj i nderuar Valo Maloku, të falenderoj për mbështetjen që na ke dhënë gjithmonë dhe je gjithmonë, na ke hap dyer dhe të falenderoj për